Pikërisht në këtë godinë të pozicionuar në qendër të Tiranës fshihej një call center i cili prej vitesh kishte zhvatur mijëra qytetar të Bashkimit Evropian, ku ishte vendosur madje në qendër të hetimeve të autoriteteve austriake. Ishin këta të fundit që vendosen në lëvizje autoritetet shqiptare, ku mbrëmjen e së hënës u goditën në total 3 call centera, 2 në zonën e liçenit të Thatë dhe 1 në qendër të Tiranës. Konkretisht pas hetimeve me urdhër të prokurorisë, u lëshuan 7 urdhër arreste dhe 2 të tjera ndalimi e shtetit. Organi akuzës dhe krimi kibernetik ka prova që tregojnë se këto 3 call centera kanë arritur që të mashtrojnë dhe të zhvasin mijëra qytetarë austriak dhe gjerman. Burime konfirmojnë se janë arrestuar disa persona, në pranga kanë rënë Eduard Dalla, Mateo Hoxha dhe Tedi Agastra, ku këta 2 të fundit dyshohet se konvertonin shumat e përfituara në kriptomoneda për të fshehur gjurmët e parave. Burimi gjithashtu bëjnë me dije se janë sekuestruar më shumë se 900.000 euro si dhe disa kompjutera, USB, servera dhe kamera sigurie. Madje në këtë call center, efektivet gjatë operacionit kanë gjetur mbi 80 operatorë të cilët janë marrë në pyetje. Hetimet kanë nisur përpara 2 vitesh në Austri, pas denoncimit të disa qytetarëve të cilët me premtimin e bursave fiktive kishin humbur shuma të mëdha parash.